Në ditët e para të çeljes së skemës kombëtare të mbështetjes së bujqësisë, pranë pikave të aplikimit ka pasur një fluks aplikantësh. Fermerët mund të aplikojnë në 8 skema, nga bujqësia tek blegtoria dhe bletaria. Shumica e fermerëve, ashtu si vitet e kaluara, kanë treguar interes më të lartë për skemën e naftës. Gjatë 3 ditëve në të gjithë qarkun e Korçës janë kryer rreth 620 aplikime, nga të cilat pjesa më e madhe është për skemën e naftës, por nuk kanë munguar edhe aplikimet për blegtorinë e bletarin. Mbështetja nga skemat lehtëson ekonomitë e fermerëve, duke ulur koston e prodhimeve. Për çfarë skeme po aplikon? Për bujqësi për naftë. Sa hektar keni? Pse ju intereson? 2 hektar. Ti një aplikuar çdo vit? Po, çdo vit. Ju intereson kjo skemë? Po, shumë. Pse? Po marrim naftën, nxjerrim shpenzimet. Tara shpenzimet nuk e nxjerrim, po nxjerrim pak shpenzime. Ka probleme këtu për të aplikuar? Jo. Kartat që kërkojnë në rregull. Dokumentat thjeshta janë? Thjeshta janë. Faturat e plerave kimike, faturat e farmave. Për çfarë aplikoni? Po për, si që kemi marrë 3 vjetë naftën, ta marrim si vjetë për hapë që në takon, si që kemi tokat. Sa hektar keni? Unë kam 3 gjysmë. Pse ju intereson nafta? Po intereson, kemi ndimë se do leruar 15.000 eka një zylim e lerojmë. E keni marrë çdo vit nafta? E kemi marrë 3 vjetë. Dokumentat të thjeshta janë? Të thjeshta janë, kurse unë si person, i kam me certifikata, i kam më mirë se të tjerë. Për vetë e time, se i kam interesuar më pa. Zgjerimi i skemës së blegtorisë ka rritur edhe numrin e aplikimeve nga blegtorët e rajonit të Juglindjes. Ndryshe nga vitet e kaluara, aplikuesve u kërkohen edhe dokumenta shtesë, skicat e tokës dhe faturat e shitjes së inputeve apo të prodhimit. Aplikimet për të gjitha skemat do të mbyllen në 30 maj dhe më pas do të nisë procesi verifikimit në terren nga specialistët e bujqësisë.